Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot do bëjmë makinën që e keni kërkuar më shumë se të gjitha, edhe që besoj është makina më e preferuar e gjithë shqiptarëve. Ja ku e keni më në fund, G63 AMG Edition 1. Kjo është e 2019-s. Qofse edhe ju doni me blej AMG ose çdo lloj makine, tu ju ndihmon sponsori jon, Car Vertical. Me numrin e shasis, tregon historikun e makinës, a ka qenë për plasme, a ka qenë vjedhme, a ka qenë për dormes si taksi. Me kodin ALCAR20 që e keni këtu poshtë, përfitoni edhe 20% ulje. Do shohimi S-Class, shkruajmë numrin e shasis, japim check vehicle, edhe vazhdon e gjeneron raportin vet, kontrollon në për gjitha shtetet që kanë databazën e vet, edhe vetëm japim view report, edhe na del. Do shohim në rastin e kësaj S350-shës, edhe kilometrat normalisht që si janë tulme të jep edhe ato. Kjo pas ka qenë kategori S për plasme, në 2025 madje, tash në mars, të jep edhe evaluim sa ka vlerën treg pak a shumë. Të jep këtu edhe opsionet madje fuqinë e gjitha. Sa pronar ka pas, kjo për shembull ishte 30.000 pound shitje. Të japësh gjatë lek për makinë nuk është gjë e vogël. Për të rrit veten tuaj, futuni, kontrollojeni, ja vlen ky lloj shpenzimi për të marrë makinë saktë për vete. Keni edhe linkun këtu që e keni direkt me 20% ulje po të klikoni aty, ose nëse futeni vetë nga website-i, vetëm shkruani ALCAR20 edhe keni 20%. Tash po e nis me ndryshimet që ka Edition 1-i me G63-shat e tjerë standard. Si fillim G-klasi është projektuar si makinë ushtarake. Ka pas sukses prej Shau Tiranit, më shumë është bërë si makinë. Kjo është gjenerata fundit, ka dalë dhe facelifti i kësaj, po i soj është pak a shumë, ndryshime estetike ka, si shasi i soj janë. Edition 1-i tashi vjen me këto akcentat e kuq në shumë vene. Ngjyra është Designo Night Matte Black Magno. Është ngjyrë që është vetëm te Edition 1-i, edhe te pasqyrat ka këto të kuqet. Te disjet, ka frenat e kuqe, ka disjet 22 i ka edhe këto të kuqet këtu rreth e qark. Këtu nga funi kanë të Edition 1-it si këto stripes që i kanë të tjerat. Mrapa pastaj kanë këte gomën e rezervë këtu, edhe prej peshës nuk i hapet lartë se është shumë e rëndë, hapet ansore. Këtu i ka pastaj me stitching e me qepje kapsirë sa të dush mrena. Tani G-klasi ka pas për herë këte pjesën e hapjes derës edhe myllet që duhet me përplas fort. AMG-ja, duke qenë që është AMG, se këto kanë pas 350 naft, 400 naft, që është gjendje motor 2.9 linj, kanë pas edhe 500 benzin, që ka njëtin motor pak a shumë me këte, po më pak fuqi, po marmitat ansore nga 2 krahët, që është ndër gjonat më të bukura, i ka vetëm G63, marmitat AMG-s. Normalisht kjo është me kamerë 360 gradë, ka kamerën para, distronikun, ja ka kamerat poshtë pasqyrës, shumë makinë e bukur. Kjo Edition 1-i, në veçanti, është perl fare. Prezencën që e ka, kjo shumë pak makina e kanë. Tashi, ka plot kite, plot kompani që e modifikojnë, bravo si ndër më kryesoret, po edhe standarte si që është, sidomos kështu, Edition 1, është shumë e bukur, nëse isha lodh fort, me harxhu shumë lek. Po, nga që janë shit shumë, normal se cili do me qenë pak më i veçantë, mëse pas njëtën makinë, ka plot që i kanë modifikuar. Është edhe i kompani Carlex Design, dhe jo bot sa modifikime shumë të veçanta. Shumë e bukur. Normalisht frenat AMG-s, disjet 22-she, tani ta shohim edhe motorin. Për ta hap derën duhet me shtyp. Ka këtë logon këtu, Shokkel approved. Shokkel është i mal në Austri, më duket, ku i testojnë. Kanë fillu vjen edhe kështu me thithje i modifikojnë. Tashi, ky motori këtu është 4000-shi, V8 biturbo, motor AMG, ka boj Kevin Bellman që i ka ky, ai që ka boj që ka vu firmën. Shku janë turbot mes, 2 turbot. Te G63 ka 585 kW fuqi, edhe 850 Nm torque, që mjafto për ta kap 0-100 për një 4.5 sekonda e për të qu turini si avion. Kjo modifikohet kollaj, me dashte qo sa dush, po edhe kështu si është i mjafto. Edhe pse është mbi 2.5 ton si makinë, mjafto për 8 sa dush. Nuk kanë motorin 6 mish V12 biturbo që ka qenë nga modeli i kalun, ke G65, që ai ka qenë i rrallë fare, po prap
Ky shumë i fuqishëm është, super bish. Nuk e që e thu. Ka pas 350 shnaft, 400 shnaft me 2.900 linjë 6 pistonç. 280 cak kuaj ka pas 350, 286 noshta, 320 ka pas 400. Mirë në dhe ato, po për qatë çmimi lëvizin, se dhe ato shtrenjt janë më mirë me mora MG. Ka qenë edhe 500 me motor të ngjashëm 4 mish, po më pak fuqi, ka pas 420 kuaj, më duket, se majmen fix. Te këto treja të facelifti 500 në kanë bo në linjë 6 pistonç benzin. Kurse këtyne të naftës u kanë bo edhe kështu mild hybrid, i kanë rrit pak fuqin në bateri të vogël. Tani të shohim interiorin, vazhdo me akcentat kuq qepje diamond stitching, që i kanë këto edition 1 me sedile napa, kuq me zezë edhe me këto format e diamantit. Normalisht sedilet me memorie ngroje ftoje. Këtu, sikur kanë kursy lek, edhe pse kjo është makinë e shtrenjtë, kanë vu plastike, të seja janë metalike, sensor të parkimit off edhe kjo që një vizat e bardha, po timoni s'kthe. Po kjo është edhe me Burmeister, të si për typ, është pak e lartë, të the 2000 km pasaj. Timoni AMG është touch sensitive me këto të dy akrave. Edition 1 i ka dhe këtë kuqen këtu, që se kanë tjerat, boxet Burmeister. Ekranin komplet, po nuk e ka me sistemin e fundit MBUX. A klasi e ka pasi njëtit viti më të avancum se kë. Këtu kanë kursy lek prap, se di. Kjo është me orën IWC që e kanë më gët. Këto air ventat normalisht. Interior light e qenë të gjitha i ka. Edhe këtu që i komando dhe me touch. Kjo është për marmitat, kamera 360 grad, low range, me fik kontrolin e stabilitetit, amortizimin, me bo manual, me që dinamik, sport plus. Këtu kontrollohet klima, këtu janë ca shortcut, navi, radio, media, edhe kjo rrotulla këtu si që kanë tjerat. Këto butonat nuk përdoren kur nga asnjë që ka G-Class modeli ri, këto janë për të bloku diferencial. Para mrapa në mes, prapë edhe këto pjesë të kuqe, dhyk karboni si me nuancë të kuqe shumë i bukur. I lloj edhe të krau pasagjerit, shumë të bukura, sendilet shumë të rehatshme. Janë edhe dinamike në përkthesat majnë. Bagje lart, to s'kan panoramaciona. Alcantara është. Edhe këtu boksi Burmeister. Këtë pjesën këtu, këtë ka kallçuk, po kështu prapë si kvalitet e mirë është, edhe këtë janë është me qepje kuqe, shumë kabine mirë është. Më vonë pa të nxjerr këto me rrotulla të timoni, ato rrotulla që i ça aty si me touch, si të MGGT-ja, që i kontrollon amortizatorët edhe performancën e motorit aty Sport Plus, i kesi me touch me ekran fejgjel ato. Po, si kabinë s'ke që e thu. Pozicioni i parë i venit, normal. Tash ta shohim edhe mrapa. Tash mrapa sedilet me ngroje, i ka. Këtë e kallçukun bosh këtu, që si ka pas kur me ftoje si opcion, prapë është nga këto që kanë kursy lek, i kanë pas si pjesë këto, në ja kanë vu me këtë katrorin bosh, s'ka pas me ftoje kjo në herë. Tashi, këtu mrapa, unë e kom i qik të shty me sedilin, po ka vend. Për kokën ka vend edhe para dhe mrapa shumë sa të du, se është e lartë. Tu ka klim individuale, ka dhe këto dy air ventat, ka dhe këtë air ventin këtu. Nuk ka shumë dritë se vetëm atë baxhën ka, po hapësirë ka. Tash i sedilet i ka pak si shumë drejta, nuk i ka shumë të shtrime, po prap hapësirë ka edhe për 3 veta ka këtu, se tu nuk ka të ngrejt me atë transmisionit që e kanë zakonisht to. Tash i da morim për i gjiro, kjo s'ka keyless go si tjerat. Tash i do bëjmë i gjiro me G63-shin. Po që në momentin që hyp të kjo, e kupto pse e dum njerës, ka qume pse e blejnë gjithë. Është komplet ndryshe nga gjitha makinat e tjera. Sidomos kjo puna pozicionit tjerë, Range Roverin e kom pa që e lartë, po të kjo i akoma më lartë. Shef të kofanon, shef të sinjalet, i jep gaz, qohet këtë makina, njerës qofin ndryshe në rrugë, duke sigur jeti pronari rrugës me këte. Do sendilet, i ka kështu dinamike që të frynë, kanë pas benë si ka vite që i përdor, po të kjo i dallo, nga gja, të forta këto. E te programo vetë, po shumë kafsh. Tash për çmimin, nuk është se
ka ofru fort shumë gjona, se edhe këtë sistemin e operimit nuk e ka të funit, e mbi UX-in e funit kur ka dalë, A-klasi e ka pas më të avancuar se ky. Direkt qohet. Po në Shqipëri shef shumë, edhe në botë, nuk është se është ai që i rrallë, është e shtrenjtja përpara e kom një shef plot, s'po them vetëm këto me look, modeli vjetër që i kanë bo me look e konvertime e gjona që kanë bo, po tamam kjo 63-sha. Besoj është modeli i Benzit, që ka më shumë shitje versione AMG se standarde. Për shembull janë më të rralla G350 naftë ose 400 ose 500 benzin, se sa G63, më shumë shet G63. Për shembull ta krahasosh me S-n, nuk se ja shet më shumë S350 se të shet S63. Kurse kjo është e kundërta. Në fillim kur kanë dalë, ka pas aq shumë kërkesë, sa janë shit mbi çmimin zyrtar, gjitha. Në Amerikë, për shembull, këto kanë pas fillu nga $150,000 shi. Jo Edition 1 i standard, ja. Kur pa dalë atëherë në fillim 2019, kjo ka pas janë shit 200-250,000. Do të thonë ato që kishin marrë allocationin, që kishin vu porosin me benzin, i kanë shit në dorë dytë më shtrenjtë. Edhe është modeli që e ma vlerën më shumë nga bencat se krejt tjerë. Lart Alcantara, kjo është me Burmeister. Normal ngroj ftoj i kanë pas kreta me blend spota e këto opsionet që i kanë gati të gjitha tash. Po e veçantëja kësaj është dizajnin e jashtëm, se kanë ndryshu shumë. Ky është versioni i fundit edhe facelifti që ka dalë tash. Këto kanë bo shumë përmirësime në amortizim. Se para i ka double wishbone, i merr kthesat, nuk është si ai versioni para këtyre gjithë tjerët që e lu timonin, e lu kot. Kurse te ky është pak më mirë, është si me qenë naj Porsche Cayenne gjenerata parë. Shu e rahatshme është në rrugë, s'është keq. Kjo s'ka mërzizim majër. Mrapa i ka balestra, para i ka kështu në susta. Po nuk është keq, e di se çikajs të dyshet më dhaja. Se dallon ai. Tash i dallon gropat, po nuk është keq. Mirë ka amortizim. Sport Plus. Kjo e gjera dhe gomat pak. I ma gjira në Sport Plus. Dallohet, për dhe shohim pastaj edhe me POV. është me 9 marsh, Por e kënë marsh në gjiro e ka përgjigjen. Shumë mirë. Po, ky versioni First Edition, mrena ka këto qepjet e kuqe, këto pjesë të kuqe, këtë fibrën e karbonit si me nuancat kuqe. Te timoni, ka këtë ora 12 të kuqe, rrypat e kuq. Edhe sedilet i ka me napa dhe kështu me diamond stitching. Shumë mira. Shumë e bukur është. Tashi, çmimin e ka të lartë, po kjo nuk është se konkuron me asnjë. Është veç. Nuk është se konkurohet me Bentley Bentaygen, s'konkuro as me Urusin. Jo, është vetë, ai që do G-klas, merr G-klas, nuk është se se merr për performancë, nuk e merr për luks, ka më luksoze se kjo, shumë më luksoze. Edhe Range Rover është më luksos se kjo, me më Range Rover Vogun është më luksos. Ka më të shpejta sa të dush, X-Pace sa më competition për shembull, më shpejt. Edhe më e lirë. Po kjo Benzi mund t'i vetë qatë çmimi doj, ato që du me blej G-klasin, do blej G-klasin, se s'konkuron me asi tjetër, është në vetën treg kjo është, kategori tjetër.
Te kjo gjeneratë s'kan bërë 65, shte e kalumi apo të mbode 65 në V12. Ajo s'ka për të përsërit mo. Kam pas bërë V12 përpara në 2001 duket i seri qkur tërfare. Ka qenë aspirata i motori edhe 424 kuaj 6.3 V12. Shumë të rrallë kanë qenë ato. Po, qa është problem këtu, është kjo zhurma, besë se dhja në gjonë edhe nga mikrofoni, po ka shumë wind noise, zhurmë e erës, nga që e ka këte, kjo është si tull, e ka gjamin shumë në kënd drejt, edhe e ngjo erën shumë. Tashi kjo është projektu për mal, kur ka qenë bon fillim për ushtri, të 3 butonat të për shembull shtypën e to që blokon diferencialin. Besoj shumica e pronarëve, sa mos që shtetit se din qa punë bëjnë, se kjo makinë që blenë Kardashian, se këto futbollistat, aktorët, këto i mojnë jashtë shumë. Pozicionin e ka s'ka si makinë. Range Roveri që e ka lartë, edhe e ka shumë mirë, shumë komandues, po krahasu me këtë është se dilet dinamike direkt në përkthesa fryen. Kur do me ecën e kjo, nuk është se e vu, edhe pse është 2 tonë 600 kg, nuk është keq. Kjo gjenerat tjerat janë pak si karroca, se kanë atë amortizator të para, si kanë double wishbone si kjo. Në për gropa nuk është keq, s'dallon shumë, edhe pse s'ka amortizator majër si këto tjerat. Normal nuk e ka luksin e GLS-s Maybach, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga. Po nuk është keq, kisha menu pak më të fort në amortizim, mirë është. Edhe diset e mëdha e ST2, po prap s'duket që e ka problem. Gjithë fakt e du nga klasin, edhe unë vetë, po, së është bencimi preferum, po e du. Po në Shqipëri ma merë menja, bencimi preferum nga 63 që është, jo parë arsye, kjo lidhet fakt edhe me shumë gjona, se zakonisht me shkup në përlagje shtrenjta në Los Angeles, për shembull, anë në Beverly Hills, në Florida, Miami, të janë full, kemë më shumë se qka Golfa në Shqipëri, ke G63 atje, nuk është aq që rrallë, është shet shumë. Po për shembull, për praktike dhe sportive, kjo para kjo RS6 do ishte më e shpejt, 4x4 është, për aq sa duhet kjo 4x4 se do shkosh mal e bodhe ajo. Më e shpejt se kjo është, më e mirë është në përkthesa. Hapësirë sa kjo ka pas më shumë bagazh, më shumë ka. Po nuk besoj se do zgjidhte njeriu atë para kësaj. Shumë pak, 2-3%, 98% do mirësin nga 63-shi. Në gjëra, pak edhe kjo, në për këtë lloj asfalti. To kam pas fillu në Europë, të dikut e 160.000 është, në Angli 120.000 pound, në Amerikë $160.000. Edition 1 ka qenë më i shtrenjtë, vetëm i Mitsobian Edition 1. Po kanë nxjerr pastaj me kalimin e viteve dhe opsione të tjera, ka pas dezinjo manufaktur që specifikoshe ngjyra më të veçanta edhe jashtë edhe mrena, ka pas G63 squared në 4 orë, edhe i rrallë, në Shqipëri hysa më duket e ka pas një, pastaj këto tjerë tja. Për të hec goxha, edhe pse është si tull, s'ka aerodinamik fare, e shpejt është, ka bit madje, qofse keni pa te Carwow ai Matt Watson, boni drag race G-klasin me Defenderin Octa të riun, që është me motor në BMW-s, më 5 performance,
Po dhe ja kaloj G63 që unë kam prit të fitonte. Aty ishin, po kam prit të fitonte ai Defender në fakt. Se ishte edhe i funit i ri me motorin e M5-s, më shumë fuqi. Fakt Defender afrohet i qik si rival këto versionet motorin 5000 Supercharged, ato janë goxhamot nga dalë, si kjo po dhe ky Rio këta, që janë pak si kështu nish, si ndryshme nga tjerat. Jo, domosdoshmërisht fansat makina, si kjo është makinë që nuk e blin, madje është kundra parimeve tona që jena car guys, që kena qef makinat sportive. Teorikisht nuk bo sens me pas qef Tesla, është gjithë kjo makine lartë, madhe, s'ka aerodinamike, rënd. A kupton, ne duhet kena qef makinat e lehta, makinat sportive, po në kundërshtim me teorinë, në praktikë edhe ato që janë car guys, që kanë makina, e kanë një zakonisht nga i G63 shu, për përditshmëri, për çku për të bo pazaret. Edhe super mjet është. Normal harxho, po në këtë lloj çmimi nuk blihet për ekonomi. Kur i ke aq lek nuk bë përshtypje karburanti sa të harxho makina. Po ky pozicioni se hera parë është që provoj G-Class shumë lart. Shumë lart. Se imagjinoj si mund të jetë ai squared në 4 orë, G63 në 4 orë. Ose si ka qenë ai 6R6, ai është që se do zgjidhsha njën, atë do zgjidhsha. Atë 6R6, ato s'kapen mo. Pa të nëra qikë fakt që kanë qenë gati 1 milion, pa të shkuja 400.000 ca. Sa janë të rallë, janë 100 cop, janë bo më duket si ato. Ka pas ai Dan Bilzerianit bardh, ka pas ai lojtari Milanit, ai montari një. Është sa Cadillacu im s'bo zhurën, po më i shpejt është. Kur jep gaz, çohet turini si avion. Problem trafiku, po me këtë masazhin. Kuj wave masazh jerë kuj qeka mos me dalë mo nga makina. E shtyn trafikun, ose rrugë të gjata, s'lodh fare. Janë këto masazhet e tjera që vetëm të luj që i kot, po kjo i ka lloje këtu, edhe gjitha të ndryshme. Edhe nuk është vetëm të fry qik mi e ven, kjo qeka tamam fare, dallo. Shumë makine mirë, po si justifikoj do të, se di, duhet me pas edhe të tjera, po më pëlqen këto të rejat janë ca, s'ka shumë tu, po janë të metodiset monoblok. Modeli ri që i kanë bo, ca dzeza mat kanë pa, janë edhe ca kështu krom. Po të ralla, s'para ka, si kanë specifiku shumë atë opcioni, po shumë mirë janë dhe ato. Ja, edition 1, isoj. Ja, i mi, ka, du janë të kjo rruga. Ka plot shumë G63-sha. Tu ka shumë edhe G63-sha Brabus, jo vetëm G63-sha. Pas mundësi me pas një, ja vlen. Thoni edhe ju, qa do kishit morën vend kësaj? Ose po të zgjidhë që të mi Freestrat, qa Freestrat do mirësit? Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe, bëni subscribe dhe shihemi në videon e radhës.